Shikues, mirë se vini në episodin e dytë Okult Sports. Përshëndetje të gjithëve. Vini, kjo javë e bukur, besoj, ne aty ku është fitoria dhe ne besoj këmë mbar. Mbas Ku ishim të javë? Po ja, le ta shohim nëpërmjet një videoje se ku ishim. Tani ku jemi duke ikur, Vini? Tani po shkojmë të shikojmë stërvitjen e Beslidhjes me trajner Plorin. Është një fushë që është 10 minuta nga Lezhë. Dhe aty përpara po ndjekim Keler Sufjen, që është drejtori i sportit në Bashkinë e Lezhës. Era marrë seriozisht o Krisi këtë vit? Vërtet. Ai do pash rikthimin në kategorinë e parë do jetë kështu, çështje e mbyllur, domethënë. Megjithëse do ketë, ja, do na konfirmojnë emrat që luajnë te Beslidja të Shumica. Po. Shumica janë fokusuar në shkollë kombëtare superiore, po të shohim emrat që luajnë te Beslidja. Do çuditen të gjitha tash. Emra superiore. Ja, edhe pak dhe arrim. Tani siç e pat në video të nderuar të rishikues, këtë javë ishim në Lezhë. Pse zgjodhëm Lezhën? Sepse aty ka nisur një projekt shumë madhor. Një projekt madhor. U bindëm që ishte një projekt madhor, Vini. Pas basketbollit, që ata po dominojnë basketbollin shqiptar, të rikthehet tradita në futboll, sepse Lezhë ka patur një traditë shumë të madhe, Krisi, me Beslidhjen e Lezhës, ka patur futbollistë fantastik. Po aty ka pasur dhe tani kishte shumë lojtar superiore. Po, patjetër, sepse investimi është i madh, domethënë Arsit Kruja, Ardit Hila. Po, mos flasim pastaj për stafi. Domethënë aty kishte investime normalisht. Me një trajner të madh si Elvis Plori, një emër i madh i futbollit shkodran dhe atij shqiptar, me Alket Krujen, por kishte edhe specialist të mirëfill të kategorive të ulta, siç quajmë ne, kategorisë parë, kategorisë dytë. Po ashtu dhe mos harrojmë drejtorin e ekipit, drejtorin sportiv Renato Malota. Mos janë ndërthurur shumë emra, Vini dhe për ta rikthyer Beslidjen aty ku i takon. Dhe ishte në ajër ai projekti ambicioz dhe madhor për cilin ato flasin atë. Po, e vërtet. Ne ishim fascillës sepse për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur kategorinë e dytë të kësaj fundjave që kaloi, Beslidja fitoi në Shijak, ndeshjen me Erzenin, fal një penallti të shënuar nga sulmuesi Rabosht. Po si mos jemi këmbëtar, Kristi? Shkojmë në Serbi, të dy fiton kombëtarja. Shkojmë në Lezhë, fiton Beslidhja në një fushë shumë të vështirë, siç është ajo fushë e Shijakut, pra ku shkojmë ne? Bari aty, megjithatë ata ishin të bindur që Lezhë do rikthehet. Besoj ata nuk pyesnin fare për kategoria, por ata flisin direkt superiore. Domethënë është një projekt, besoj, disa vjeçar që do vijojë aty me ekipin e Beslidjes. Dhe besoj dhe trajneri Plori, i cili ka drejtuar më parë dhe ekipet e tjera, dhe të shkosh në Lezhë, të marrësh përstipër diçka të tillë në kategorinë e dytë, për një emër si Plori, besoj që do të ishte pak e vështirë, ose një presidencë me investime të dhura, vetëm ajo mund ta sjell. Ti dëgjojmë? Po, e dëgjojmë çfarë thotë protagonistët. Çfarë thotë Elvis Plori? Po. Ishte një intervistë shumë e lezetshme. Elvis Plori, trajneri i Beslidhjes. Si lindi kjo Beslidhje dhe çfarë të bëri ty ti bashkohesh ti projektit madh? Them drejtën, është një dashuri e vjetër, sepse para 5 vitesh kam qenë tu dhe provume për me ngjitë Super League, ku në momentin e fundit, ose mund them ndeshjen e fundit të play-offit, nuk e arrite. Dhe tani më bëri përshtypje mënyra dhe situata në të cilën erdhi aq shpejt dhe aq profeshëm, dhe drejtuesit e ri më bën me mushën mendjen me projektin, të cilin ka një projekt ambicioz me mushën mendjen, dhe unë i besova verbrisht dhe besoj se do e arrijm qëllimin dhe dëshirën. Cili është objektivi i këtij projekti madhor? Absolutisht është një objektiv, është objektivi i kalimit një kategori më tepër, dhe këtë kemi bë të ditën që në momentin se kemi filluar punën. Pavarësisht se kemi filluar vonë, nuk duhet të fshihemi pas organizimit të vonshëm, sepse kemi pas hapa galopan, kemi ecë shumë shpejt dhe kemi ndërtuar një skuadër shumë shpejt me emra të cilët dal nga dal po marrin edhe formën e tyre si skuadër, këto emra.
Kështu që them se jemi në rrugën e duhur dhe shpresojmë që të arrijmë aty ku dëshirojmë. Konkurenca në këtë kategori të dytë e ashpër, e fortë, Është me të vërtet një kategori e cila ndodh se duket pak larg kategorisë Superligës. Unë i kam prek këto vite të gjitha me dorë, por është hera parë që jam në kategori të dytë dhe të them të drejtën e mendon sigur është e lehtë, por nuk është e lehtë. Është një futboll tepër i fortë, është një futboll i cili ndoshta nga pikpamje taktike nuk është në kuadrin e një kategorie më lartë ose kategorisë Superligës, por në dy luftimet dhe në seriozitetin, në mënyra se si e marrin ose 100% që si napin lojtarë në fush është mbres lënës. konkurentët direkt të Beslidhjes, Tani është herët me fol. Është herët me fol sepse skuadrat si puna jon janë organizuar vonë, ka skuadrat të cilat janë organizuar vonë, ka skuadrat të cilat e kanë provu 2-3 vitet e fundit rresht për me dalë një kategori më lart. Pra, nuk mund të them si kjo ose ajo skuadër është rivali jon kryesor. Por them me bindje plot se ne rival kemi veten tonë, sepse me këto lojtarë të cilët kemi afruar dhe me këtë energji pozitive si na kanë dhënë klubi të cilën po na rrin hap masavit mbrapa, them se rival jemi ne. Pra duhet të përqendrohemi, të servitemi fort dhe këto lojtarë mos mendojnë se kanë qenë lojtarë të Superligës apo kategorisë parë, por mendojnë se janë të një kategori e cila është shumë e fortë dhe duhet përqendrimi maksimal dhe luftë e fortë. është e rëndësishme mbështetja e tifozëve. Bashkia Lezhë ka bërë të mundur që hyrja gjatë gjithë vitit për tifozët do të jetë falas. Sa e rëndësishme është kjo për ekipin dhe a ke ti një thirrje për tifozët? Është shumë e rëndësishme, sepse Lezhë ka disa vite të cilat është në këto ujëra, pra diskutohet për qëndrimin në një kategori e cila nuk duhet të jetë. Pra, Beslidhja them edhe vetë pozicionin e saj gjeografik, por edhe vetë emra si ka zgjerë ndër vite futbollistat e cilët kanë prek edhe ekipet kombëtare, pra ka qenë një suport shumë i madh edhe për Shkodrën, por edhe për Tiranën. Pra është mes dy qyteteve të cilat e prodhojnë shumë futbollista, por edhe vetë si tokë ka prodhuar shumë futbollista. Kështu që edhe tifozët e kanë prit me një entuziazëm dhe edhe që ne ishin e parë me suportin e treguar se ka një ndryshim, ka një klimë e cila ato me zë shpresin të shohin ndeshje dhe me zë shpresin që Beslidhja të ngjitet një kategori më lart. I bëj thirrje si janë një ndërmjet shumë e madhe për ne. I bëj thirrje si i garantoj se ne jemi duke bërë maksimumin dhe them se do t'i nxjerrim faqe parë. Sukses të plot, ta uroj me shpirt. Faleminderit juve. Po, do më thënë, edhe trajneri dytë, një emër i rëndësishëm i Po, futbollit. e mbaj mend që bëre disa biseda me të dhe po të tregonte që kam luajtur në nivele me Partizanin më përpara. Ka luajtur me Partizanin, me Vllaznin, ka luajtur në Rumani me Glorian. Pra, një binom, si thua që ata e kanë marrë me të suksesshëm. Kjo është pra eksperienca që ju duhet, sepse kur bashkojnë këto eksperienca dhe një ekip futbolli ka shumë më të lehtë të kap ato objektivat e veta. Ta dëgjojmë edhe Altet Krujen? Po, Altet Kruja, një lezhjan me një eksperiencë ndërkombëtare, me Partizanin në Rumani, i bashkohet Elvis Plorit dhe këtij projekti madhor të Beslidhja. Unë Elvisin e kam mik dhe kam kënaqësinë që punoj me Elvis Plorin. Kam luajtur te Vllaznia, pavarësisht se një kam 30 vjet. Është një projekt shumë i mirë me ardhin e presidentes të re dhe menimin e kryetarit të bashkisë. Edhe më vjen shumë mirë që janë bërë dy pirinat bashkë dhe do të më bëj fuqinë për Beslidhjen. Beslidhja është një emër i madh sportit shqiptar, ka zjarr shumë emra si Femir Rama, Ledar Kola, e tjerë me rrasë që po i përmend gjitha dhe besoj që do të bëhet një punë shumë e mirë që Beslidhja të shkojë aty ku i meriton. Objektivi primar është kategoria e parë. Konkurrentët direkt të Beslidhjes me ato që ti ke parë skuadrat në këtë grup. Por menimin tim, Beslidhja ka konkurrent vetëm Beslidhja. Dhe shpresoj që çunat nuk i mungon asnjë gjë nga ana sportive dhe nga ana financiare të napin maksimumin, që edhe stafi me gjithë presidentin dhe me bashkinë janë në mbështetje të ekipit dhe të arrijmë qëllimin tonë që është kategoria e parë. Faleminderit shumë dhe suksese. Ndërkohë, ai specialisti që ti në fillim do të thënë etiketove parë si kategori e dytë, do në ati ngeli që kështu do në. Është e vërtet, po, sepse në çdo ekip që është Jasmira Boshta, ekipi ngjitet në kategorinë e parë. Po.
Specialisti në ngjitjeve. Po, specialisti në ngjitjeve. Aha. Por mos harrojmë sepse unë ja përmenda edhe aty, por ai ka luajtur te kategorinë e parë për shumë vite. Dhe interesante është Kristi që Me sa ka bërë? Ka bërë një 20 ekipe apo diçka pak më pak, po kanë ndryshuar shumë ekipe. Raboshta ka ndryshuar shumë ekipe dhe është një sulmues kategorie, një sulmues race i cili nuk të fal goli. kudo ku ka shkuar ka bërë mirë. E vërtet është. E dëgjojmë Madje shënoi dhe golin, ishte Raboshta autori i golit me nga ana e pika e bardhë e 11 metrëshit dhe Lezhë është në vendin e parë së bashku me me Sopotin, po. Me nga 7 pikë. Me nga 7 pikë. Këto janë, Beslidhja, Sopoti dhe Luzi. Po, dhe Luzi, ky është mund të themi që janë ato Trinomi, Vallja Treshe, po ta dëgjojmë dhe po, dëgjojmë dhe Raboshtën. Po. Raboshta një mjeshtër i kategorisë së dytë. Mund të themi që dhe Beslidja është drejt atij rikthimit në aty ku i takon më saktë, në nivelet e larta të futbollit shqiptar. Faleminderit për intervistën. Jo vetëm i dytës, po edhe të parës, harrova me përmend parën. Si me të shoha mendojmë Zotit, mundona me bë më të mirën gjithë bashkë. Ka bë një përzgjedhje e mirë e stafit, trajnerëve, lojtarëve. Jena një grup kompakt, shpresojmë të arrijmë rezultate dhe të marrim më të mirën për mundit kategoritë parë. Nëse do flasim për konkurrentët e kësaj kategorie, i keni piketuar pak a shumë me kë mund të jetë një garë fortë dhe sa shanse ka Beslidja realisht për të rikthyer kategorinë e parë? Në të drejtën, shumë ekipe këtu në Shqipëni nuk ka ekipe pretendente, si thotë, veç dalin rrugës, duhet vlerësu nga ndeshje në ndeshje, japim më të mirë dhe të marrim maksimumin në ndeshjes të cila atar pikë. Nuk mendoj se do të thonë rivali jonë mund të jetë vetëm vetvetja, vetë nacia, për si kemi një grup mirë lojtarësh. Po janë stërvitje që Kruja, Ilat, po ashtu pjesë e ekipit, janë emra që kanë luajtur në superiore dhe tashmë së fundmi, nuk është se shpresoj që t'japim më të mirë dhe t'i vlerësojmë ndeshjet dhe të mos bëjmë hapa fallës. Faleminderit shumë. Ajo që na tërhoqi më shumë te Lezhë ishte jo vetëm ky projekt madhor me futbollin pas basketbollit, por aty zbuluam që ka një klub shumë sportesh funksional. Funksional sepse aty është voleybolli i vajzave, i fëmijëve, edhe basketbolli i të rinjve, i pionerëve, sepse vërtet ata janë shumë mirë në basketbol, po dominojnë basketbollin shqiptar, janë kampion fuqi, domethënë dhe po bëjnë shumë mirë dhe në ligën unike, mirë po ka dhe një fidanishte mbrapa. Kështu që ta fillojmë menjëherë me voleybollin. Po, pse linda ajo fidanishtja vini? Sepse në momentin që ti krijon një frymë kampione, një frymë ngritin frymërin në qytet dhe ata fëmijët kur shohin që ekipi i tyre i qytetit po del kampion, lëvizja gjallërohet dhe ata kërkojnë po ashtu të luajnë basketboll, jo vetëm futboll. Ne e dimë që futbolli është sporti më i populluar në vendin tonë, por kur ata shohin që Beslidja është kampione, shkojnë babi, mami duhet të shkoj dhe unë bëhem basketbollist. Patjetër. Kështu që ajo investimi nuk është vetëm që të marrësh ato emrat e mëdhenj që luajnë jashtë apo të investosh dalësh kampion, por ti mund të rrisësh dhe talent aty ku se pret. Po, mua më bëri shumë përshtypje Kristi, të dyve na bëri përshtypje që kur shkuam aty sepse ato vajzat e vogla Jo, mendova se do thoja të më bëri përshtypje rruga nga Tirana në Lezhë sepse rruga nga Tirana në Lezhë kishte pak dëgjoj, po ti amortizatorët e makinës nuk e di. Po pikërisht ka qenë fort. Ajo prandaj është bërë për testuar amortizatorët. Flasim për rrugën e re që është bërë nga mbikalimi i Kasharit, mund ta quajmë, te Kundajt te pjesa e në Thuman, ka sa kalon Thuman. Plus është e bukur pse ato lisharset, na kujtojnë në fëmirin. Domethënë paguash për ato lisharset, paguash me pagesë për dhe të testosh amortizatorët e makinës. Nëse kthehemi te voleybolli. Ato gocat, ne nuk lajmëruam askënd. Domethënë ne u morëm vetëm me do ta shikojmë vizit blitz. Vizit blitz, do ta shikojmë pak më vonë, u morëm me drejtorin e arsimit të kulturës dhe sportit aty dhe ne shkuam krejtësisht dhe surprizë shumë e bukur ato vajzat regjia të lutem, ato vajzat në Lezhë që po stërviten në voleyboll.
aty ishte një trajnere pasionante, Gentiana Po, Nicaj, Gentiana. që ishte sekretare e klubit të shumë sportës të Lezhës dhe në të njëjtën kohë është anëtare e Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Duke voleybollit. që kishte pasion Pasion, te ajo po. salla. Si trajnerja, si ato vajzat e vogla, duke që nuk ishte thjesht një ekip sa për të bërë apo për të zhvilluar ato orën, duke që aty kishte një lloj pasioni, një lloj energjie. Ja ta ndjekim dhe Gentianën? Po, e ndikim dhe Gentianën. Të shikojmë këtu një grup vajzash të cilat moshe janë këto. Këto janë një grup vajzash të moshës U14. U14. Janë ekipet zinxhire të ekipit Beslidhja në shoqatën kombëtare të sportit Lezhë. Ekipi Beslidhjes përfaqësohet në kampionatet kombëtare me 2 ekipe në të vërtetë, që janë ekipi U16 dhe i U18. Ekipi drejtohet nga trajnerja e mirënjohur Vjollca Qose, një ish voleybolliste dhe me shumë emër në arenën e voleybollit. Dhe sot kontribon përsëri për voleybollin duke drejtuar në kompeticione dhe në gara ekipin e voleybollit Beslidhjes. Por veç voleybollit, cilat sporte janë që përmbledh shumë sportshi të ju? Shoqata kombëtare shumë sport e Lezhë ka në përbërjen e vet 7 sporte të tjera, që janë sporti i mundjes, që është me shumë traditë në qytetin e Lezhës, i boksit, i karates, i taekwondos, i atletikës, edhe sporti i voleybollit dhe sporti i judos, pasi që judo është një sport mjaft popullor në qytetin e Lezhës. Madje kryetari Piri na tha që do të ngjallë edhe sportin e notit dhe çikizmit, apo jo? Në të vërtetë, bashkia ka pasur një vëmendje të shtuar ndaj sportit të përgjithësi në qytetin e Lezhës. Kjo jo vetëm kundrejt shoqatës kombëtare shumë sporte të Lezhës, por edhe sporteve të tjera, mund të themi që dhe basketbolli është një sport që mbështetet nga Bashkia Lezhëse, në të vërtetë ka pasur dhe arritjet edhe më të mëdha si sport, futbolli po ashtu, por në vëmendjen e tij patjetër që janë sportet e tjera dhe pse mos pret Lezhë në një qendër e cila e mirëpret sportin dhe ndikon në zhvillimin e tij. A jeni ju të kënaqur si shoqat me buxhetin që akordon bashkia vit pas viti për sportin? Realisht, shoqata kombëtare shumë sport e Lezhë funksionon dhe ka mbajtur gjatë aktivitetin e vet në fakt kontributin të financimit që Bashkia Lezhë ka dhënë gjatë këtyre viteve. Ekipet që marrin pjesë në kampionatet kombëtare si pjesë e shoqatës kombëtare shumë sporteve janë të financuar prej 2019 nga Bashkia Lezhë, kanë pasur financim të përvitshëm, çka ka mundësuar dhe vazhdimsinë apo dhe pjesëmarrjen pa ndërprerje në kampionatet kombëtare që këto ekipe marrin pjesë. Është, mund të them që është e kënaqshme, vëmendja ka qenë e përhershme dhe e vazhdueshme dhe e pranishme është lirë dhe prania e tyre gjatë aktiviteteve tona padyshim. Faleminderit dhe suksese. Gjithashtu dhe juve, faleminderit. Dhe aty dashuria dhe qershia mbi tort aty ishte Amelia një vajzë pasionante e vogël, Pa emocione fare. Që unë jo më kot e pyeta për çfarë roli, sepse me atë, si thua, me atë shtatlarësi që kishte, për mua ajo do të jetë një organizatore brillante. Po ajo tha, jo, unë dua të jem vetvetja, ishte fantastike. Ja ta ndjerim dhe Amelian. Amelia, sa vjeç je ti Amelia? Unë jam 10 vjeçe. 10 vjeç. Pse ka ardhur të luash voleyboll? Unë kam pas pasion voleybollin qysh e vogël dhe vendosa që të futem në kursin e voleybollit. Po, dhe sa herë në javë vjen këtu? Unë vi në 3 herë në javë, han, përkur dhe tete. Kënaqesh? Shumë kënaqem, mezi 5 ditë që të vi. Çfarë roli luan? Role të ndryshme, sepse praktikojmë role shumë të ndryshme. Okej. Dhe ke ndonjë model që do t'i ngjash në një voleybolliste shqiptare? Jo, kam qef të jem unë ajo që dua të bëj po. Sukses të plot. Faleminderit shumë. Më kujtohet kur para se të bëje intervistën me këtë vajzën e vogël Amelia dhe të gjitha ato gocat e tjera ishin pak të turpshme dhe Amelia tha vi unë direkt me vrapë. Vini që i thot, shko, nëse nuk do bësh voleybolliste një ditë, gazetare ke sigurt ose moderatore. Po. Dhe prej aty më pëlqyen Krisi ai, si thua, ai ambienti aty i shkollave që ishin
për brinjërat e Rektorës. Po, edhe basketbolli pastaj. Dhe basketbolli dhe shkuam lart dhe gjetëm rreth sa ishin ato, rreth 10 fëmijë, 12 fëmijë. Po, besoj. Domethënë ishin sa ishin 10, 12, 14 vjeç. Që stërviteshin aty dhe ajo që mua më bëri përshtypje ishte që ata stërviteshin nga Kliton Pasha. Kliton Pasha është në stafin e Beslidhjes, që është kampione në fuqi, pra e të rriturve. Dhe si thua është ajo që the ti që këta do shikojnë, kam parë që Beslidhjen është kampione dhe thonë të gjithë fëmijët, hajde të bëhemi dhe ne basketbollistë, ta ndjekim Kliton Pashën dhe dy fëmijë që janë bashkuar kësaj stërvitjeje. Profesor, ne dim që Beslidhja po dominon prej 2-3 vitesh basketbollin shqiptar të rriturve, por shikojmë këtu që ka dhe një, si thua, fidanishte që ndjek pas. Po, është vërtet, puna me grupmoshat në ndesh kam më shumë se 8 vjetë që ka fillu, që kam fillu unë të paktën, pasi ishte lanë një harres, dhe suksesi jonë është që kemi akademi si ndesh, si në Tiranë. Çfarë grupmoshash që ka këto akademit në Lezhë në Tiranë? Në Lezhë në Tiranë, duke fillu nga mosha 8 vjeç deri në 16 vjeç, në Tiranë ka dhe e vazhdojnë ka dhe 18 edhe 20 që të marrin pjesë këtë vit. Dhe nga këto grup mosha keni spikatur domthonjë talente që mund t'ju sigurojnë të ardhmen? Tash a dën punë në vazhdim të sa ti mund të ush basketboll deri 18-19 vjeç, një ditë bukur se këto fëmijë janë, një ditë bukur se do me luajmë basketboll. Ta shohim kush do shkojë më larg. Faleminderit profesor, suksese. Gjithmonë. Atë Redi, prej sa kohë është ti luan basketboll? Tash 8 vite që më plas 3. Sa i gjatë je? Jena fekate diçka e tillë. Po çfarë të shtyu të vish tu të luash basketboll? Ma thanë drejtë një herë më futën si isha i shnosh, normal, për më ndopsu, po qatë herë më fillin më pëlqyela, e vazhdova. Synon të shkosh lart, shkosh te ekipi i parë i Beslidhjes? Po, synoj normal. Suksese. Faleminderit. Ndaç më në dorë, ndaç. Ti si e ke emrin? Aldo. Aldo, okay. Tash ku do vë këtë po ta kap këtu. Mbajnë në dorë, s'është problem. Mbajnë dorë. Vazhdo ti, vazhdo. Vazhdo, po. Okej. Hajde. Aldo, po ti prej sa kohë luan basketboll? Unë luaj basketboll prej 8 vitesh. Prej 8 vitesh. Po pse vendose të vish luash basketboll? Vendosa sepse më pëlqej si sport, më tërheqi si sport edhe e ndjeva veten më mirë kur luaj basketboll. Sa herë në javë stërviteni këtu? 3 herë në javë. Cili është synimi yt domon? E ke si sport apo synon ta kapësh ekipin e parë të Beslidhjes? Synoj të kap ekipin e parë të Beslidhjes dhe pse jo, me fitu medalje vetë. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit juve. Bravo. Duke parë atë projektin e madh që po ndërtohet në Lezhë, madje më vonë do na i shpjegoj dhe kryetari i bashkisë në një intervistë me ty personalisht. Them që sporti po rilin në Lezhë. Dhe besoj që ky do të jetë modeli që të gjithë kryetarët e bashkive duhet të ndjekin, që mos fokusohen thjesht për të hedhur ato lekët e ekipit futbollit, por duhet të investojnë në infrastrukturë, duhet të investojnë te ekipet e moshave, si volejbolli, si basketbolli, qoftë edhe judo, peshngritje, ku e sheh që ke potencial, që ka fëmijë që kërkojnë një lloj sporti, qoftë edhe ndryshe, tenis, ka lloj sportesh tani. Pse mos e heqësh një copë të vogël nga i buxheti i bashkisë ta çosh për këto ekipet e vogla të cilat plotësojnë shumë dëshira të fëmijëve të vegjël. Dhe ajo që është më kryesorja, ti e the shumë mirë, e preke shumë mirë, sepse është e vërtetë që është tani basketbolli, ato synojnë tani ta rikthejnë në një, si thua, në një afat, në një periudhë afat shkurtër, ta kthejnë Beslidhin në kategorinë e parë, por në një periudhë afat mesme dhe afat gjatë ta rikthejnë në elitën e futbollit shqiptar, por mbi të gjitha aty ka dhe një projekt për një pallat sporti. Po, një pallat sporti. Të ndjeri më mirë kryetarin e bashkisë. Ne zbuloj, po një pallat sporti besoj 2000 vendesh, 2000 vendesh i cili do jetë multifunksional. Po, multifunksional. Kjo është diçka e mirë për qytetin. Për shembull vjen një këngëtar i huaj, nuk vjen në Tiranë, po shkon në Lezhë, domethënë dhe është, si thua, është një qendër për gjithë Shqipërinë. Po ta ndjerim intervistën e kryetarit të bashkisë së Lezhës. Ma bërë përshtypje vini topi i basketbollit i cili nuk mungonte në zyrën e kryetarit të bashkisë. I firmosur nga gjithë kampionët. Po, e vërtet.
Okej, ndjekim dhe intervistën e. Dhe s'do harrojmë një fabul të lezetshme që na tha kryetari. Po, do ta themi pas intervistës. Pas intervistës. Ta ndjekim intervistën dhe rikthehemi. Kryetar, faleminderit për pritjen. Pas basketbollit dhe futbolli dhe klubet shumë sportesh, domethënë si thua këtu sportin Lezhë me sikur po një rilindje e madhe apo jo? Po mundohemi, mendoj se kemi bërë disa ndërhyrje pozitive. Kemi ndërhyrje që në fillim të shumë sport, të lëna pas dore të pa trajtuara fare. Sot kemi rezultate konkrete me basketbollin, me judon, me volejboll, me të tjera, mundja që është boksi. Janë disa ekipe që performojnë shumë mirë, bashkia disponohet me një fond duke i mbështet trajnerët, kryesisht dhe sportistët e elitës, kryesisht mundësit që janë kampion. Do thonë shpërblen financarisht nga ne. Ekipi i basketbollit mbahet nga bashkia një pjesë 40% mbulon bashkia, 60% biznes. Dhe të dytin vit radhës që jemi kampion, mendoj se si vjes do ketë dilema fare. Po kemi filluar një projekt të ri për futbollin. Ky ishte një lajm i mrekullueshëm jo vetëm për Lezhën, po edhe për futbollin shqiptar, sepse që ka patur një traditë në Lezhë me beslidhjen. Ka ndru sponsori, presidenti, jemi futur edhe ne si bashki, edhe si interlokutor, po edhe si donator. Pra do jemi edhe ne pjesë e një projekti të ri, i cili pa diskutim që duhet çojë në Super League ekipin, dhe kur shkojmë në Super League, shkojmë marrë me basketbollin, bile jemi shprehje shkodrant, për shumë i rrafëm Shkodrës, se i kemi rrafë në mënyrë permanente, po kuptohet se rrita e basketbollit Shkodrës me Lezhën janë ku. Po. Thamë kur rritet këtë ekip, më në sera e botë ka shumë. Sera. Ashtu e nisëm me basketbollin, ne bëm një eksperiment se si mund të shkojë një projekt serioz. Dhe ashtu ndodhi. Basketbolli jo vetëm që në Shqipëri s'ka konkurrencë, po ka filluar ka vënë vështirësi shumë edhe ekipet e Kosovës, cilat janë ligë unike. Po, financarisht janë shumë para nesh, i ka rrafë disa herë, disa ekipe më të mira të tyre dhe sot ata e quajnë Lezhën si barabar. Çfarë mund bëjmë ne që të mundohemi t'i arrijmë dhe nga ana financiare ato? Për shembull, ju keni një projekt madhor për një pallat sporti këtu apo jo? Një pallat i sportit do bëhet. Mendojmë jemi duke menduar edhe për stadiumin, jemi në diskutime me qeverinë, me federatën, kemi dakordsi me fjalë, tani na duhen veprat. Pallati i sportit besoj të bëhet i pari, i cili do jetë me do thënë gjithë kondicionet olimpike, atje tamam për ndeshjen ndërkombëtare do jetë. Edhe për koncerte, për gjitha, do jetë një zonë multifunksionale ku ne do ta bëjmë, sepse Lezhë në fakt ka mundësi se aty akomodohet basketbolli, volejbolli, mundja, gjithë shumë sport, boksi, të gjitha mundën që ta aksesojnë me kampionate ndryshme. Ne kemi pas kërkesë për kampionat botror mundje dhe nuk akomodohet dot. Pra, mendoj se Lezhë gradualisht duhet kthehet në një epiqendër të një lëvizje sportive që do ta energjizojë jetën e tij. Ku mendohet të jetë ky pallati i sportit? Ne jemi duke diskutuar 2-3 variante. Kemi 3 variante tani në dorë dhe njëri nga këta do të vendosim shumë shpejt. Me një kapacitet? Po ne mendojmë për 2000 vete. Po. Ne mendojmë se janë edhe ato kërkesat e një pallati sporti me përmasa. Nga ana tjetër, buxheti i sportit tu Lezhë rritet vit pas viti? Sportit rritet edhe për shkak të implikimit të biznesit. Për shembull, po tash shikosh basketbollin, në fillim as Lezhë mund t'i thoshe kujt për basketboll. Po ata e panë se është një projekt që po ecën dhe e financon direkt. Pa e panë sepse është një ekip. Qytetërisht unë mendoj se ne nuk i bëjmë ndeshjet këtu,
Mendoj se nuk e din, po ku kam shku jashtë, kam taku emigrantët ato të gjithë e dishin dhe e ndishin dhe më treguan mua se si kemi shku këtë ndeshje. Pa janë të vëmendshëm, nuk është se ka kalu kështu. Çfarë do thotë se ne duhet ta sillim basketbollin tonë le. Dhe pas basketbollit erdhi futbolli, kush është ai, si thosh, projekti i tretë madhor është Pallati i Sportit apo jo? Te Pallati i Sportit ne thash do të fillojmë të mendojmë për një skemë ndryshe edhe të shumë sporteve. Kam dëshirë të ngjall notin, ciklizmin, që janë dy disiplina tjera shumë ngojnë në qytetit. Me këto sportet e randa punojnë mirë, me këto gjudet e disiplinat tjera janë mirë. Ecin, volejbolli ka një nukël shumë të mirë, vajzash që po punojnë. Basketbolli, ne kemi dalë kampione vetëm në basketbollin e të rriturve, po 20 vjeçarët, me shkollat e mesme, me gjithë, pra është i zinxhir që është marrë në dorë nga ekipi i parë, nga stafi i ekipit të parë dhe po trajnohet dhe po stërvitet për mëtej. Sukses të plot në vazhdim, kryetar. Faleminderit. Si ishte ajo që kishte shkuar, kishte shkuar Rama. Po, mund ta tregosh se kishte shkuar Rama në një inauguroni një shkollë apo jo? Po, inauguroni një shkollë dhe kishte gjujt Edi Rama dhe kishte bërë kosh apo jo? Kishte gjujt Pierini, edhe sa ishte një 2 metra kështu. 2 metra jashtë koshit. 2 metra kështu dhe i tha, kishte thonë Rama, ti s'qelje gjo, do në basketbol me bo kosha. E po boja kosha, unë isha bo kryeministër. I më Pierini. Dhe, sepse unë vërtet më ka bërë përshtypje shumë, që intervista e fundit në Lezhë ishte me drejtorin e arsimit, kulturës dhe sportit, Keller Sufja, një emër shumë i njohur për pati një mikpritje të ngrohtë aty. Patëm një mikpritje të ngrohtë nga Keller Sufja aty dhe mund të them që ishte një person pasionant. Pasionant dhe ka qenë vend dytë në Voice of Albania, që nuk bëhet më, pra një personazh i njohur në gjithë Shqipërinë. E vërtet është. Na priti, na qëndroi në dispozicion. Po ai na qëndroi gjithmonë në dispozicion për të treguar ambientet e sportit në Lezhë. Krisit, kishte për detyrë tani. Okej, normalisht. Po. Mos ta bënte edhe atë çfarë do bënte. Jo, shumë. Keleri ishte shumë i mirëkuptueshëm, shumë djalë i sjellshëm dhe them që besoj persona të tillë duhen në këtyre institucioneve. Persona si Keleri, i cili mund të them që është një pikë kyçe te lidhja që bëhet nëpërmjet fëmijëve, ekipit dhe kryetarit të lartë. Që përveç punës vën aty shpirtin dhe pasionin që kanë. Ta ndjekim Kelerin. Ndodhemi këtu para Bashkisë Lezhë me drejtorin e arsimit, kulturës dhe sportit, zotin Keller Sufja, i cili do të na flas për aktivitete sportive në qytet, për si është infrastruktura e Lezhës, në fakt për futbollin, për basketbollin, për ekipet e moshave. Përshëndetje zoti Sufja, faleminderit një herë për jeni pjesë e podcastit tonë Okult. Faleminderit ju, është kënaqësi që t'ju kemi sot këtu në qytetin tonë, edhe pse jo të shfrytëzojmë edhe këtë mundësi të mirë për të folë pak për sportin përgjithësi edhe për vitalizimin apo rigjallërimin e jetës në qytetin tonë. Me kryetarin e ri të Bashkisë në Lezhë, mund të themi që është ringjallur sporti në këtë qytet? Në fakt duhet thënë kjo gjë, sepse unë jam shumë i parimit që ne duhet japim Cezarit çfarë takon Cezarit. Ka pasi një kulturë deri diku në gjykimin tonë të gabuar që mbështetet dikur vetëm një sport, edhe pastaj sportet e tjera ishin mëshirë të fatit, edhe në gjykimin tonë kjo nuk është e drejtë. Ne duhet japim se cilës sport, se cilës disiplin atë që meriton. Ne kemi ngrit edhe këtë qasjen e meritokracisë, çka do të thotë të gjithë disiplinat që në një vit caktuar arrijnë asnjë rezultate pozitive, ne detyrimisht vitin pasardhës po themi rishikojmë edhe buxhetet tona që ne mbështesim të gjitha kategoritë, të gjitha sportet, pikërisht për t'i stimuluar edhe për t'i dhënë edhe një dorë që këto rezultate vinë gjithnjë në ngritje. Me sa shoh fokusi është e futbollit dhe basketbollit. Këto janë dy sportet cilat mund të them që janë prioritet për Bashkinë e Lezhës. Shiko, këta janë, po themi, këto janë ato vendime që nuk i marrim ne, këto janë vendime, po themi, masive të njerëzve. Ne e dim tashmë që futbolli ngelet sporti më popullor në Shqipëri edhe në botë. Në qytetin tonë basketbolli ka marrë një hovë të jashtëzakonshme dhe ne jemi shumë të kënaqur që ekipi i basketbollit Beslidhja
është këtu ku është sot, po ne nuk duam edhe nuk neglizhojmë, po themi, as disiplinat e tjera si judo, si karate, si boks, si mundje mbi gjitha në qytet, volejboll apo gjitha kategoritë e tjera që kërkojnë vëmendje të shtuar. Okej, Vini, besoj është okej, sepse ne t'i presim këto dhe ashtu. Mos harruan diçka në futbollin e moshave, mund të kishim thënë këto të basketbollit, po themi, nëse megjithëse e tha dhe kryetari, pak po si ta menoni ju që mund të jetë vlefshëm për një gjusit. Shko, atëherë fokusi mund të jetë, mendoj edhe te futbolli i moshave, te basketbolli i moshave, sepse çdo qytet, çdo ekip duhet të krijojë një fidanishte, mendimi im personal. Besoj që na tha edhe pak te kryetari sipër që kanë investuar te futbolli i moshave, te trajnerët, te stafet, sepse është e rëndësishme, nesër pas nesër ti mund të marrësh një fryt nga akademia jote. Absolutisht po. E nëse e flasim për futbollin që ti nuk është se ke shumë nevojë që t'ju afuzësh në gjak dhe në zemër fëmijëve të vegjël, sepse si më thon sa lidhin djem të kanë qef të kenë topin dorë dhe të marrin dhe luajnë futboll. Për basketbollin është pak e ndryshme dhe prandaj ne na ka vlerë që mbasi kemi ngrit po themi ekipin e të rriturve, tash edhe fëmijët e vegjël kanë qef shkojnë shohin ekipin e basketbollit, ndoshta për shkakun që është edhe kampion republike, po kjo pastaj na ka bërë ne që të kemi edhe interes nga breza të ndryshëm për moshat. Edhe ekipi i Beslidhjes në basket, edhe për moshat, po themi nën 20 vjeç, nën 19 vjeç ka dalë kampion në rang kombëtar dhe kjo na jep një shpresë të madhe që po themi ajo vëmendje, ajo fokus, ajo buxhet që Bashkia Lezhë jep nuk po shkon dëm sensin, përkundrazi po rigjallëron, po ngjall tamam atë dëshirën për një sër kategori sportive. Fryma kampione sjell edhe them në televizën sportive. Ju faleminderit Kreshi. Faleminderit ju Knesi. Ja kështu mo Kristi. E bën dhe një punë të mirë të javë. E di pse? As shiu nuk na pengoj. Po ku ka. Si tha, e mamen atë. S'ka që na bën as bor as shiu se jemi rac Arigjiu. Drejtori më thot në kufi javës tjetër. Kemi fabull tjetër drejtor. Drejtor, kemi fabull tjetër, po të shikojmë doon se varet, doon prevalon dhe aktualiteti. Jo, e di pse duhen patjetër evidentuar ato gjëra pozitive në këtë vend dhe mos harrojmë gjithmonë që sporti është një motor shumë lëvizës dhe aty ku ka sport, aty ku vërtet bëhen përpjekje jo për fasad, jo për propagandë dhe ne këto pam në Lezhë. Ne domethënë aty që na kishin thënë e pam vërtet në Lezhë që aty po punohet. Aty po punohet valla, nuk ka Po, e vërtet. Kemi rrugë të gjatë për të bërë. Është vetëm episodi i dytë, kështu që. Na ndiqni.